shohim. Përshëndetje, unë jam Marian Reqica, me profesion jam fotograf, jam 22 vjeç, vi nga Lipjani. Përshëndetje, unë jam Rita Reqica, studioj gazetarin, jam 18 vjeç dhe vi nga Lipjani. Unë jam konë fëmi pak ma jalet, qëtu e kem një foto me balona kështu, edhe i patëm shpërthuj kejt balonat kështu. Kjo tëtë kësë u konë shumë e vogël, motra, edhe u konë shumë fënë si moment. Në një tjetër s'kom kujtohet për momentin, se di. Unë jam konë fëmi shumë i urtë, s'kom bo zhurëm, s'kom folë, kom pas gjithë qef me bo foto, e moj men si e vogël gjithë aparatin në stop me fotografi me sene. Edhe s'po diti shka naj kujtem, menoj që gjdo kujtem që e kena shumë të mirë, bojna shumë foto bashkë kena kur jena konë të vogël, kur jena konë me naj ven, bazent, ose diçka. Kjo jam unë e vogël, një foto me aparat, shumë kujtimi mirë. Ndërsa kjo jam unë e vogël, të këshyrën ka mirë të dalë poza. Edhe pse na jena në drejtime ndryshme, unë e kom gjetë gazetarin, kë është me fotografi, unë e prap se prap e kam një pasion për fotografi edhe e kam lonë tem që gjithë të më ndimon edhe më përkra dhe në gjdo aspekt edhe për foto edhe në punën tem si gazetare. Raporti tash është sy në fëmini, nuk ka ndryshu kur gjë, e përkrojnë gjdo aspekt, ma shumë ka njerë më shkon nerva se lyp me bu foto shumë. Na shta një moment fëni që i kena bashkë, menoj që kër jena konë të vogël, jena konë pak halitona, edhe e kena shumë mutë rënalt të një banes, e kena lonë vetë edhe jena zhru pusht. Atin, për neve na shta që kë moment mundet më konë fëni se atëherë të vogël e na u ka duk diçka hajgare. Në moment kështu që e pa ta përjeturën, është kjo kone e vogël edhe ma pa thy aparatin. Shumë rënë e pa ta përjeturën. Cili prej jush harxhon më shumë para? Cili prej jush kalon më shumë kohë në telefon? Cili është shofer më i mirë? Cili mendon se është më i mençur? Cili ka gjas të harroj ditëlindjen apo ndonjë datë rëndësishme të tjetrit? Kete harroj. Cili është i preferuari i babit? Kjo. Cili i mamit? Kjo. Cili prej jush bën më shumë thashë theme? Jas, para. Kjo. Besoj që të raport që i kemë tash me posë gjithmonë, faleminderit për tëna që më kene i tofër gjithë. Besoj që vlla është shtylla ma e mirë e që e ki pranë gjithmonë.